Fjalët edhe mendimet janë një formë radioaktiviteti dhe nuk kthehen të pavlefshme. Nga fjalët e tuaja jeni të justifikuar, edhe nga fjalët tuaja jeni të dënuar. Numëroni bekimet tuaja. Është ligji i rritjes. Jeni mirënjohës për atë që keni dhe do të tërhiqni më shumë për të qenë mirënjohës. Mirënjohja është ligji i rritjes, edhe ankimi është ligji i zvoglimit. Falenderoni vazhdimisht për atë që keni dhe për shfaqjen e të padukshmes së furnizimit. Pohimi i mëposhtëm ka sjellë rezultate të mrekullueshme. Unë falenderoj që universi është furnizimi im. Edhe tani jam i lidhur me rrjeta të pafundme parash të qëndrueshme, të gatshme në nxirin në mënyra të përsosura.